ditë më parë, ambasadorja e Japonisë në Shqipëri, zonja Kikuko Kato, zhvilloi një vizitë miqësore në Bashkinë Lushnjë, ku u prit nga kryetarja e bashkisë, zonja Riselda Sefa. Takimi u karakterizua nga një atmosferë mikpritëse dhe ngrohtë, duke shërbyer si një mundësi për të forcuar bashkëpunimin me Bashkinë Lushnjë, si dhe për të ndarë traditat, historinë dhe burimet e qytetit. Vizita e ambasadores kishte një qëllim të veçantë, pasi gjatë kësaj dite ajo i dorëzoi Bashkisë Lushnjë një mjet të ri për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave, dhëruar nga qeveria japoneze për ndërmarrjen e pasurisë publike. Kryetarja e bashkisë, zonja Sefa, shpehu mirënjohjen e saj ndaj ambasadores Kato dhe qeverisë japoneze për këtë kontribut të çmuar, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm midis dy vendeve. Gjatë kësaj vizite, ambasadorja Kato pati mundësinë të njihet jo vetëm me historinë dhe trashëgiminë e Lushnjës, por edhe me potencialin e kësaj zone bujqësore të Myzeqes. Një pjesë e rëndësishme e vizitës ishte dhe njohja nga afër me ambientet moderne të disa prej kompanive shqiptare që operojnë në sektorin e tregtimit të frutave dhe perimeve. Këto sipërmarrje, të cilat shërbejnë si modele të suksesit në territorin e Bashkisë Lushnjë, luajnë një rol kyç në grumbullimin dhe eksportin e produkteve bujqësore në tregun ndërkombëtar. Cilësia dhe sasia e konsiderueshme e produkteve të eksportuara janë një garanci për besueshmërinë e markës Made in Albania. Myzeqeja, si një nga rajonet kryesore bujqësore në Shqipëri, vijon të jetë një qendër e rëndësishme për prodhimin e frutave perimeve, duke ndihmuar në forcimin e pozitës së Shqipërisë në tregjet e huaja.